U godit nga një vetur, Gresa Behluli flet për gjendjen shëndetësore të babait të saj. Një aksident ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Prizren. Një person është goditur nga një vetur. Nga policia e Kosovës kanë njoftuar se rasti ka ndodhur rreth orës 10:50 në rrugën Adem Jashari. Viktima, sipas policisë, është jashtë rrezikut për jetë. Rasti ka ndodhur rreth orës 10:50, ku një kombesor është goditur nga një vetur. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe është duke u marrë me rastin. Viktima ka pësuar lëndime të rënda, por është jashtë rrezikut për jetë, kanë thënë nga policia e Kosovës. Në media u raportua se personi që është goditur nga vetura është bashkëshorti i këngëtares shkurte Feza. Rastin e ka konfirmuar vajza e çiftit Gresa Behluli. Ajo ka bërë të ditur se gjendja e tij shëndetësore është e mirë. Po është goditur nga një vetur, por është në gjendje të mirë shëndetësore, ka thënë ajo shkurt për gazetën Telegrafi. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.